Mirëmbrëma miq të dashur, kudo që na ndiqni. Mirë se erdhët në emisionin e përjavshëm Kritika në 60 minuta. Shqipëria po jeton një nga debatet më të forta dhe më të ndjeshme të viteve të fundit. Nga Zvërneci në Riol, nga Librazhdi në zona të tjera të vendit, qytetarë të rinj dhe student kanë dalë në protesta paqësore duke ngritur pyetje të mëdha. Kujt i përket toka shqiptare? Deri ku shkon zhvillimi dhe ku fillon zhvatja? Çfarë ndodh me shtetin kur prona publike dhe private kalojnë gjithnjë e më shumë në duart e interesave të mëdha ekonomike? Por sonte ne duam të shkojmë edhe më thellë. Kjo nuk është vetëm një çështje pronash, nuk është vetëm një debat juridik apo ekonomik. Kjo është një pyetje filozofike, politike dhe kombëtare. A mund të mbetet i njëjtë një komb kur toka, Bregdeti, historia dhe hapësirat e tij ekonomike kalojnë në administrime të huaja private? Për të analizuar këtë temë, si gjithmonë në studio me mua, miku Pilo Zyba. Mirëmbrëma Pilo, mirë se erdhe. Mirëmbrëma Alma, mirëmbrëma miqve tanë që na ndjekin çdo të martë. Pilo, shumë njerëz këto protesta i quajnë i konsiderojnë për pronë. Të tjerët e quajnë një protestë për identitet. Po ju si e shikoni këtë protestë që sa vjen dhe bëhet më nxehtë? Alma, mendoj se kemi hyrë në një fazë të re të ndërgjegjes qytetare. Shqiptare kuptohet. Protestuesit nuk po mbrojnë vetëm një copë tokë tashme. Ata po mbrojnë idenë e përkatësisë së kësaj toke. Sepse toka nuk është vetëm një pasuri ekonomike. Një rrip toke e shtëpisë ku je aty afër ose diku ku e ke, është një kujtesë, është një histori, është një identitet. Është vendi ku prehen të parët tanë. Është vendi ku rriten fëmijët tanë. Njeriu mund të ndërrojë shtëpi, por vështirë se mund të ndërrojë atë dhe. Kur qytetari ndjen se vendimmarrja po largohej prej tij dhe toka po i rrëshqet në nga duart, atëherë rilindin protesta. Prandaj Alma, këto protesta janë më shumë se sa ekonomike. Ekonomike duken në pamje të parë. Ata që po flasin thonë që duhet t'jo japim atyre që të ngrejnë resorte ose të bëjnë diçka për anën ekonomike, që të na ngrejnë neve ekonomikisht. Këto që po ndodhin, për mendimin tim, janë protesta ekzistenciale për kombin. Pilo, si është e mundur që një parti që quhet socialiste të ndjek politika kaq të forta privatizuese? Ky është paradoksi i madh, Alma. Historikisht, socialdemokracia evropiane lindi për të mbrojtur këto interesa. Interesin publik, anën sociale, shtresat e mesme, barazin sociale, pasurinë kombëtare dhe shërbimet publike. Shteti social nuk është armik i biznesit, se këta po na nxjerrin tani neve, sikur që ta shikosh nga ana sociale, do të thotë që ti nuk do atë njeriu që vjen nga jashtë, që merr tokën për të ta zhvilluar. Por ka një gjë. Shteti social vërtet nuk është armik i biznesit, por neve, nëse do ta marrim jo në thonjza, bile pa thonjza fare, neve do të mbetemi shërbëtor të tyre. Nuk duam të mbetemi dhe shërbëtor. Sepse ai mbetet që t'jetë një arbitër. Ai pastaj vendos kufijtë e vet. Dhe kur ky arbitrim apo ekuilibër forcash prishet, lind ajo që në filozofi e quajmë kapja e shtetit nga kapitali. Domethënë vendos kapitali, nuk vendos me ideja politike e sociale demokrate apo social-demokrate, fashiste apo tjera. Dhe qytetari që nga ky moment që i prishen interesat e tij, fillon të ndihet i huaj në vendin e vet. Pilo, a është kjo një dukuri e re që po ndodh? Jo, Alma,
kjo nuk është një dukuri e re. Historia është e mbushur me raste të tilla. Njerëzit, domethënë, dëgjuesve tan duhet t'u themi diçka. Që në perandorinë romake grumbullimi i tokës në pak duar krijoi kriza të mëdha shoqërore. Pra është shumë e thellë kjo, domethënë, këtu kemi të bëjmë për 2000 vjet. Në Francë, përpara revolucionit francez, pakicat zotëronin pothuajse gjithçka, ndërsa shumica jetonte në varfëri. Në Amerikën Latine, përqendrimi i pasurisë prodhoi dekada të tëra trazirash. Historia, Alma, në të gjithë rrjedhën e saj, na mëson diçka. Kur shumica humbet në ndjenjën e pronësisë dhe përkatësisë, humbet edhe besimin te shteti. Dhe kur humbet besimi, fillon kriza. Më lejo të them edhe diçka. Shteti shqiptar që ishte dikur në pushtet, e mori të gjithë pronën dhe e bëri shtetërore. Edhe të gjithë njerëzit që punonin në këtë pronë shtetërore, nuk ishin kaq shumë të interesuar për të punuar aq shumë për të rritur edhe forcën e tyre ekonomike, por ata kuptonin që ajo nuk ishte e tyre, pra dikush tjetër e zotëronte atë. Ky ishte komunizmi. Pronën e zotëronte shteti dhe populli ishte hamalla, po ishte argat i shtetit. Po e njëjta gjë është edhe sot në kapitalizëm. Nëse do kemi 5 duar që komandojnë botën, të gjithë të tjerët do jenë shërbëtorë të tyre. Këtë nuk do sot populli shqiptar që është ngritur në grevë. Dhe duke humbur besimin, fillon edhe kriza ekonomike. Edhe kriza shpirtërore, kriza politike, fillon të gjitha krizat bashkë. Kjo është ndoshta pyetje më ndjeshme. A ekziston rreziku që Shqipëria të humbas karakterin e saj si shtet kombëtar? Kjo është një pyetje me shumë specë, Alma. Këtu mendoj unë duhet maturi. Asnjë vend nuk jeton i izoluar. Investimet e huaja janë të nevojshme. Por pyetja është, kush e kontrollon zhvillimin e tyre? Nëse hapësirat të mëdha ekonomike funksionojnë me administrime të mbyllura, domethënë, siç thon këta që do bëjnë një resort, dhe resortin do ta komandojë ai me shërbimet e tij, me ekonominë të tyre të mbyllur dhe me vendimarrje të shkëputur nga komuniteti i tërvendas, i atyre njerëzve në Vlorë, në Rioll, e në Sarandë, që thonë kjo tokë është e jona. Këta me ditë të tyre po thonë, shiko, kjo tokë nuk është e jotja. Kjo tokë është e atij që ka ardhur nga Izraeli, kjo tokë është e atij që ka ardhur nga Kina, kjo tokë është e atij që ka ardhur nga Serbia. Atëherë ai do ta ndërtoj dhe do ta shfrytëzoj për interesat e tij më shumë, por duke të lënë ty jashtë, sepse ka blerë dhe tokën, pastaj ti je jashtë loje. Këtu fillon Shqipëria dhe ku fillon, domethënë, ku fillon Shqipëria dhe ku mbaron ajo? Një shtet nuk është vetëm territor. Domethënë, ky shteti shqiptar këtu është 28.000 km². Shiko, këtu nuk ka të bëjë vetëm toka, fushat e malet. Një shtet është një gjuhë. Të gjithë këta njerëz në këto 28.000 km² kanë gjuhën shqipe. Kanë të njëjtën kulturë, kanë të njëjtën histori, kanë të njëjtën kujtesë. Raporti i lidhja e raportit të qytetarit me tokën. Po të shikosh me vëmendje, Alma, këto ditë kanë ardhur në Shqipëri shumë makinë. Më dëgjon? Në fakt po mendoja edhe unë në këtë moment. Shumë makinë, shumë shqiptarë, njerëz nga Maqedonia që po protestojnë. Dhe ka ndodhur edhe diçka tjetër që duhet ta themi për qytetarët tanë ose për gjithë ata që na ndjekin. Të gjithë ata kanë ardhur te trungu mem, te gjuha mem, te historia mem. Në një kohë ku Edi Rama thotë që ata kanë ardhur nga Kosova dhe nga Maqedonia të më përmbysin mua. Mund të flasë kështu një kryeministër Alma. Unë do të them diçka. Në Maltëzi
ka ndodhur diçka që mua personalisht më ka gëzuar shumë kohët e fundit. Të trija partit shqiptare, që janë 3 partit shqiptare, janë shkrirë dhe janë bërë një parti. Kjo mua më thot shumë. Në qoftë se edhe në Maqedoni, të trija partit shqiptare do ishin shkrirë në një, unë po them që neve edhe do marrim pushtetin në atë vend. Sepse në takon ta marrim mbi bazën e votës flas. Dhe unë them që kur të gjitha këto kanale që tham deri më sot, kujtesa, historia e të tjera fillojnë dhe dobësohen, shteti fizik mund të mbetet si shtet, si territor, por bërthama shpirtërore fillon edhe zbehet. Nuk ka me vlerën si komp. Për këtë nëse më lejon duhet të shtoj dhe diçka tjetër. Patjetër. Në zonat e jugut të Shqipërisë, pash një video para ca ditësh, që në Voskopoj, grekët kishin organizuar një si tip festivali, dhe këndonin dhe kërcenin në gjuhën greke. Nuk i mohohet kujt gjuha greke. Por, në Voskopoj, nuk ka pasur njerëz që flisnin greqisht. Sepse unë Voskopoj kam qenë. Sot po na del që atje po na ngrika dhe një flamur grek. Pra, duke ngritur atje një flamur grek, se kam për greqinë se s'po më hyn punë, por fillon dhe zbehet historia jote, duke ardhur ai me historinë e tij, të këngës, të fjalës, të propagandës e të tjera. Zbehesh ti vetë. Sakt. Një pyetje Pilo, nëse do ishte në Shqipëri, do ishte atje në mes të protestës? Unë mendoj që duhet të jem, do iki edhe tani në Shqipëri, po të mendoj që duhet iki, dhe do jem pjesë e protestës. Unë do jem pjesë e protestës sepse jam pjesë e kombitim. Bile dua të them diçka këtu, Alma, edhe për vete, edhe për ty, po dhe shumë të tjerë. Unë, Alma, nuk kam njeri në Shqipëri, nuk po flas për kushërinjtë e largët. Familja ime e afërt është e shpërndarë dhe është e gjitha jashtë shtetit. Motrat janë në Greqi, në Amerikë, unë në Londër, etj. Dhe kur bisedoj me shok apo me miqtë e mi dhe revoltohem dhe them në një fjalë më tepër, edhe dje një shoku im, kështu më tha, ore tha, tale tha, po ti tha s'ke asnjë njeri atje tha. Pse ke një shtëpi apo 2 shtëpi, tha, ç'do me thë kjo? Ai nuk e kupton që edhe ajo shtëpia që është, që unë nuk e kam shitur, fjala vjen që ka 36 vjet, nuk e kam shitur sepse mendoj që jam pjesë e asaj shtëpie dhe pjesë e atij kombi. Në këto protesta, Alma, Pilo, në fakt në këto protesta shohim shumë të rinj dhe student, më shumë se sa mosha juaj. Më more, desha ta thoshe, po ti më bëre pyetje, unë desha ta thosha vetë këtë, sepse të rinjt po kërkojnë një përgjigje për të ardhmen, Alma. Përpara 36 vjetësh, ti ishe një vajzë 20 vjeçare, apo më e re akoma. Dakord? Po. Dhe nuk ishin këto kushte që janë sot në Shqipëri. Ti u ngrite edhe ike. Ashtu siç ka edhe unë që isha më i madh se sa ti. Ndërsa sot, një rini që është atje, kupton edhe vetë që gjithçka mund ta ndërtojë aty. Dhe ata pyesin, neve ku do jetojmë? Çfarë do zotërojmë nëse na shitet toka fjala vjet? A do kemi mundësi të ndërtojmë jetën tonë këtu? Apo do jemi vetëm spektatorë të zhvillimit që bëjnë amerikanët që do vinë, apo grekët që do vinë, apo italianët që do vinë? Kur i riu nuk shikon veten në të ardhmen e vendit të tij, Alma, që aty pastaj fillon zhgënjimi i tij. Dhe kur zhgënjimi bëhet kolektiv, lindin protestat. Pse? Sepse ai nuk arrin të jetë vetvetja. Edhe kërkon që të mblidhen si kolektiv për të zgjidhur atë problem dhe atë hall që ata kanë për të nesërmen e tyre. Dhe po të shikosh me vëmendje, Alma, të gjitha këto protesta që po bëhen,
nuk kanë për qëllim të vrasin njeri. Njerëzit të thjesht. Në fakt, Pilo, po. Një nga kritikat më të forta është mungesa e transparencës. Po model atje ku unë mendoj të flas, edhe kjo që nga që e çuditshme sot. Dgjoj. Njerëzit në demokraci nuk mjafton të marrësh vetëm vendime. Do bëj këtë ose do bëj atë. Dhe këto protesta që po bëhen edhe për këtë pjesë. Duhet të shpjegosh dhe ta bindësh popullin, masën domethënë, sepse po i bën dhe çfarë fitimesh do kesh. Por kur ti e ke shitur tokën dhe nuk i ke thënë asnjë gjë këtij populli, çfarë duhet të mendoj ky popull? Qeveria, çdo lloj qeverie, nuk mund të fshihet pas formulave teknike. Kur njerëzit protestojnë, çfarë po kërkojnë ata? Ata po kërkojnë informacione. Ata po kërkojnë një sqarim. Ata po kërkojnë një dialog. Nëse mungon dialogu, po shlekun e mbush mosbesimi. Se ti edhe në një shtëpi që je me vajzën tende apo do t'i thosh vajzës, këtë dritaren do ta heqim se është prishur. Dhe kërkoni të gjeni një njeri ta bëni pak më lirë dhe pak më të mirë. Dhe e ndryshoni dhe e bëni. Po bini juve të dy dakord. Ndërsa në shtetin tonë po ndodh kjo, vendos unë. Sepse më keni zgjedhur ju. Shikoj këtu, në vërtet kemi zgjedhur ty. Por ti ti gjithmonë do veprosh në interesin tonë. Që nga momenti që ti nuk vepron në interesin tonë të përbashkët, neve që të kemi vënë edhe të heqim. Por ti mos përfiton nga ajo që të thuash që, shiko, unë kam marrë 800.000 vota dhe unë, edhe në qoftë se me hiqni, do me hiqni me votat e lira në 2030. Jo, nuk është kështu. Sepse, po unë ngriti gjithë populli, ti nuk presim me neve 30-ën me budallaqet që bën ti. Derisa mua më ka humbur besimi, ti do t'ikësh. E para dhe dyta, çfarë ndodh Alma, vetëm tek neve ndodhin të tilla gjëra. Vjen Saliu në pushtet dhe derisa të vriten njerëzit nuk rrezbret nga pushteti. Po bërtasin njerëzit sot, edhe Rama nuk lëviz prap nga vendi. Domethënë duhet të vdesin njerëz që Rama tiki nga pushteti. A e di ti që po mendohet këtu tek neve në Londër që kryeministri t'japi dorëheqjen? Dhe kryeministri këtu po e jep dorëheqjen për brenda 9 muajsh, 10 muajsh. Pse? Sepse ju lexuan se gjëra dhe ju thanë që me Epsteinin ishte te filani që e ketin partin tënde. Pra nuk mund të qeverisësh me ti. Edhe ai është i vetëdijshëm që ka bërë një gabim të rëndë. Edhe ikën. Ose iku ministri i mbrojtjes. Përse iku ministri i mbrojtjes? Cili është ndryshimi i ikjes së ministrit të mbrojtjes të Anglisë sot me ministrin e mbrojtjes të Izraelit që nuk ikën, por rrafshon dhe ka vrarë deri tani 200 veta. Kjo është demokracia në fund. Dhe mosbesimi për mendimin tim është armiku më i madh i çdo lloji qeverisje. Po krijove mosbesim tek unë, ti nuk mund të rrish me qeveri. Këta ta marrim ndaç nga ana filozofike, ndaç si debat shoqëror që po bëjmë sot. Alma. Po, një pyetje që më vjen tani për të bërë është dëgjoj Alma. Ja. Po e them unë. Jo, okay, sepse unë ti di që me politik nuk merrem kollaj edhe si. Shiko, unë do them një diçka Alma. Që nga momenti që shuhet debati, domethënë biseda që ke ti me popullin, si kryeministër apo si ministër apo si në cilin vend të botës do rrinte një kryeministër në pushtet që do t'i merrnin do t'i dilnin 10 ministra që janë për burg. Cili ministër do rrinte? Në Angli, në Amerikë, në Kanada, në Australi, në Gjermani. Do rrinte njëri. Dëgjoj Pilo, pyetje që më vjen mua për të bërë. Nëse ti mendon që ky ministër duhet të shkarkohet ta lërë detyrën e tij, cilin do shikoje ti të përshtatshëm dhe të devot për
Shqipërinë? Unë kam pasur një mendim tjetër, Alma, për këtë pyetje që po më bën. Kjo revolt shoqërore që mund ta quajmë, bile unë si Pilo, për mua kjo është një revolt bile shumë paqësore. Po. Historia botërore ka treguar, Alma, lere se çfarë themi neve që nuk i kanë Rama nga Karrikja, apo nuk i kanë Sala nga Karrikja. Dgjoj, historia botërore ka treguar që vetëm me revolucion përmbysen diktatorët, sepse edhe Rama sot është një diktator i cili ka ardhur në pushtet ka 25-30 vjet dhe nuk lëviz nga pushteti, edhe thot bile që unë do iki nga pushteti kur do vetë. E ka thënë me gojën e tij, s'po e them unë. Pra nuk pranon diskutime. Debati për këtë temë është shumë i lashtë. Ai nuk fillon sot, këto gjëra nuk kanë filluar sot. Jeta dhe politika ka filluar që ka lindur njeriu vetë. Ai fillon që nga Aristoteli. Aristoteli thotë, përse ekziston shteti? Ka pyetur këtu e 3000 vjet. Ai thotë, shteti ekziston. Fjala shtet, Alma, do të thotë dhunë. Më kupton? Dhe shteti, dhe Aristoteli thotë, përse ekziston shteti? Domethënë, përse ekziston dhuna? Që të hedh ai ujë me kripe, ujë me spesdjegës e të tjera. Përse ekziston shteti? Shteti, thot ai, që përpara 3000 vjetësh ekziston për të mbrojtur të fortin. Dhe i forti kush është? I forti është Erdi Rama. Apo për të mbrojtur të përbashkëtën, gjoja. Po, kur i themi ne që kjo toka është e përbashkëta, ai thot unë ja kam dhënë Pilos, e ka blerë Pilva. Në një kohë që mua do të më thoshte ai, ajo Alma, pa ai Pilva, do të më thoshte që përpara se ta shiste, jo kur ta shesi, ose kur ti them unë pse ke shitur. Shteti demokratik ekziston sepse askush nuk duhet të jetë i huaj në dhëun e tij. Shteti social, Alma, ekziston sepse zhvillimi duhet të prek shumicën dhe jo vetëm pakicën. Prandaj pyetja e protestuesve, që është edhe legjitime sot, mendoj unë, është apo ndërtojmë një Shqipëri për qytetarët e saj, apo një territor të madh të interesave private, që do t'ja japim një copë Pilos, një copë Almës, një copë tjetrit, dhe këto ngasra që do t'i japim, do t'i administrojë gjithë secili sipas mënyrës vet, siç e kishte Jugosllavia, që kishte 6 shtete aty, dhe gjithë secili bënte nga një vet administrim. Jo, neve nuk e duam kështu Shqipërinë. Neve Shqipërinë e duam një, të ketë një gjuhë, të ketë një kom, të ketë një kulturë, të ketë një historisë që ka, edhe të mos dalim jashtë këtyre shinave. Po filluam të dalim jashtë këtyre shinave, në qoftë se aty ja shitëm 5000 metra katror apo 5000 kilometra katror, ai ngriti aty spitalin e tij, ngriti aty atëherë neve u bëm si në kohën e Skënderbeut. Do ndajmë në principata. Por prapse Skënderbeu i bashkoi principatat dhe i bëri në një në Lezhë. Ndërsa ti, në qoftë se në veri të Shqipërisë i jep një copë tokë 5000 kilometra katror, ja jep atij që vjen nga Serbia, në jug 5000 kilometra të tjerë jep atij grekut, 5000 të tjerë jep atij italianit. Këto copa nuk bën me bashkë, sepse këto copa kanë një administrim më vete, një spital më vete, një shkollë më vete, një kulturë më vete, dhe do krijojnë histori të tyre. Pra, edhe si principata, si copëza, nuk mund t'i bësh me Shqipërinë. Kjo është pyetja që kërkon përgjigje sot, nga Rama, po dhe nga ata të tjerë që janë bashkë me Rama. Edhe Shqiponja Panajoti kërkon një përgjigje, ku na ka bërë një pyetje dhe thotë: a është toka një kombi trashëgimi apo kapital? Nëse pushteti e trajton territorin si një aset të thjesht për bilancet financiare, apo kryen një akt pragmatik, Jo, thuaj Pilo. Pragmatizmi. Pragmatizm do të thënë e vërtet. Pragmatizmi ekonomik apo një abuzim me besim. Alma, shiko, a është toka një kombi trashëgimi apo kapital?
prona, apo një abuzim, thot, sepse më ka shpredë në privat, me besimin e gjeneratave që mbrojtën atë me gjatë. Toka është vetë shteti, është vetë kombi. Dhe toka është edhe kapital, është edhe trashëgimi, se për këtë folëm dhe pak më përpara. Do me thënë, neve, shiko çfarë kemi bërë dhe shiko se çfarë po bëjmë, ti themi kështu më praktikisht gjërat. Mos ta themi pragmatisht ai, po ta them shqip, ti themi më të saktë. Mos nisemi nga fjalët huaja. Sot kemi minierën në Bulqiz. Minierën e Bulqizës e ka marrë një firmë huaj. Kemi naftën. Naftën e ka marrë një firmë huaj. Kemi bakrin. Bakrin e ka marrë një firmë huaj. Prej kohësh këto i kanë marrë, por populli nuk di gjë. Populli shikon që po vihen gardhe dhe aty populli kuptoi shumë gjëra. Se për të shitur gjërat janë shitur prej kohësh. Se toka nuk është vetëm pronë. Është trashëgimi, është histori, është kulturë, është mënyrë jetese, sepse ndryshe jetohet në tokat e Shqipërisë dhe ndryshe jetohet në tokat e Turqisë, edhe të Amerikës. Por këta po mundohen që të gjithë mendimim, tani ndoshta kam gabim. Mendimi im është po fshin kujtesën e tokës që na lidh me paraardhësit tanë, me këto që po bëjnë. E tham pak më lart. Shiko, asnjë gjë nuk lind sot. Që ta marrim ne që sot. Kjo tokë që ne kemi, ose që na ka mbetur, e nuk është se toka jonë është shumë e madhe. Shumë herë kemi përdorur këtë metodë që po përdor Edi Rama dhe Sali Berisha sot. Domethënë Sali Berisha përpara 15 vjetësh, e 16 vjetësh, i dhuroi gjysmën e detit Greqisë. U bë gjithë kjo luftë dhe ai prapë do ta marrë. Tani kërkojmë t'i japim Sazanin, ashtu siç përpara 70-80 vjetësh Ahmet Zogu i dha pjesën e Maqedonisë edhe manastirin e madh me emër në botë, Gjata Maqedonisë. Pra, këta vazhdimisht për interesat e tyre personale shesin diçka nga rrobat e kombit, diçka nga historia e kombit, diçka nga pasuria e kombit. Edhe këta të sotmit, se të tjerët ishin më ndryshin kohën e verit, e kanë hequr alma edhe tradhëtin ndaj atë dheut si shprehje dhe si ligj, që të kenë mundësi të shihin dhe të bëjnë si të duan. Se që ti thuash ti, Pilos apo Almës, që këtë çerekun e Shqipërisë do t'ja jap Italisë, ose të bësh ti një kontratë që tokën që do marri Izraeli aty, ti të rregullosh infrastrukturën, rrugët t'ja rregullosh ti, sistemin elektrik t'ja rregullosh ti, dhe pastaj të vijë ai ta blej dhe të ndërtoj. Unë këtë, kjo është për mua personalisht si Pilo, është tradhti ndaj atë dheut. Dhe këtu, më falë se po flasin çikërend, po këtu të pret vetëm plumbi. Sepse të parët tanë, për këtë pëllëm tokë dhe jetat e tyre. Të mos i përmend se janë me mira, nuk. Pra Pilo, në vend që sipërfaqja e Shqipërisë të shtohet duke marrë çamrin, po e coptojnë dhe po e shkërmojnë. Është kjo që po thua ti. Është kjo që po thua ti. Do me thënë, mund të kemi ne? Çfarë shpresash mund të kemi ne çamën për të marrë tokën? Poli kryeministri ynë dhe tha, çështja e territoreve të çamërisë është e mbyllur. Jo, po të kishte qenë një patriot, se unë nuk jam kaq patriot, trim, domethënë, se nuk e kam fjalën aty. Ai do të shkonte si e pasat pas Toptani me këtë fjalë që tha. Dhe për këto demonstrata ai është ngritur dia par dje dhe ka thënë një fjalë. Protestuesve, fuck you.
E kupton Alma? U ka thënë protestuesve fuck you. Kush është ai që u thot popullit të vet? Çu ka thënë, e ke shkruar. E ke shkruar në video, në shkrim në gazetë. Do të thotë kryeministri i vendit i thot popullit këtë fjalë. Është e papranueshme kjo. E po unë e kuptoj. Ndoshta ka dashur të tregoj që di të flasë. Jo, se do të bind për gjë tjetër. Unë e kuptoj pse e thot ai këtë. Unë do bëj çfarë të dua dhe s'më bëhet vonë se ty. Kjo tregon që i ka krahët e ngrohta. Do me thënë, e ka ndarë që se ka zënë frika. S'ka frikë. Mirë po, shiko këtu, mbi ne ka një Zot. Është edhe ai të godet kur vjen momenti. Edhe të godet atëre kur nuk është për të goditur. Ose merret me gjëra të vogla. Sot ishte një artikull që thoshte Altin Goxhaj nuk ka qenë në luftën e Kosovës. Sepse Altin Goxhaj ishte ai që u ngrit mbrëm dhe lexoi pikat që i janë drejtuar kryeministit. Dorëheqja, kjo. Edhe natë që kryeministri hidhte, që kishte marrë një letër të falsifikuar apo pa falsifikuar punën e vet, ngriheshin 10 njerëz të tjerë dhe i thoshin, "Çfarë flet? Me kë flet? Kur ti bridhjen për Francë?" Altin Goxhaj luftonte në Kosovë. Se ka qenë me mua, thoshte njëri. Ka ngërbuk me mua, thoshte tjetri. Kemi ndëruar cigare bashkë, thoshte tjetri. I kemi vënë pushkët në një vend, thoshte tjetri. Pra, domethënë ky tani mundohet që të gjej mënyra dhe arsyetime për të ignoruar demonstratën që ata bëjnë kundër qeverisjes së tij. Po pse ky është qëllimi? Binde populli pse po e bën. Po nuk ka forcë bindëse. Ka forcë bindëse, se forca bindëse është kur kryen veprimet në rregull. Po nuk kuptoj një gjë. Edhe vetë presidenti do të ndjejë një president i madh me një sipërfaqe toke të madhe të shtetit, me mbështetjen e popullit të vet, përse po e bën këtë gjë, përse po e thërmon Shqipërinë? Më kujtove tani punën e presidentit, se dhe ti rri dhe më hedh nga i gur mua, se kështu i bie tani. Më hedh nga i gur, ma zgjon domethënë në tru, ma zgjon. Ka 23-4 ditë që është ngritur gjysma e Shqipërisë në demonstrat në mes të Tiranës. Kanë ikur nga Londra, autobusa, trena, aeroplan, më këmbë, janë nisur njerëzit me makina, nga Gjermania, nga Italia, nga Franca, nga Greqia, nga Stambolli, nga gjithandej. Si ka mundësi që presidenti i vendit, babai i kombit, nuk është pronësuar të ngrihet dhe të thotë një gjysmë fjale. Ore le të jetë kundër demonstruesve, por është babai i kombit. Babai i kombit i qetëson gjërat. Thotë, o njerëz, o fëmijët e mi, qetësi një çik, dale, të ulemi në tavolinë dhe të shikojmë, sepse këtu nuk keni të drejtë. Ai nuk do të keni të drejtë. Ai kombit o piloj, po sillet si njerëku i kombit. Po ai s'po duket fare si baba. Tani mund t'i them edhe si nën, se tani burri mund të quhet dhe grua dhe mund ta quajmë si nënën e kombit dates, se nuk e dim tani se kështu po vin punët. Duket si të rënda këto fjalë që themi, po janë të vërteta këtu. Domethënë si të pretendoj unë? Nën do ishte më e dhimbësur sepse nënat janë më të dhimbësura për fëmijët. Alma, dëgjoj këtu. Ti e di shumë mirë që unë kërkova pasaportën time 10 vjet rresht dhe nuk merr një dot pasaportën time me emrin tim, Pilo Sypa. Ti e di shumë mirë. Kemi sa. Shkruaj presidentit, shkruaj këtij, shkruaj. Zbinte asnjë lloj përgjigje. Zinja një avokati thoshte kështu. Është shumë e thjeshtë kjo punë për bëhet se ta bëjon. Merrte 200.000, 300.000. Edhe e lidhen në arrest, ikte e punit një veti, s'kishe shpëndej. Ai të kërkonte të tjera ti si jep një metër i që është ti. Derisa vete pastaj, kur vjen koha e votimeve, vete unë kur erdhi koha e votimeve, dhe vete në laç. Se kjo është drejtësia. Vete i them, erdha të votoj. Kam 36 vjet që nuk votoj, Alma. Po. Edhe më thot ajo,
më jep thot pasaportën tënde, se ishte një juriste atje që të skiconte aty. Edhe më thot, emrin dhe në dokumentin tënd të identifikimit. I tha, shiko këtu, shikoj aty, hapet të shikoj, Alma, të lutem. I them asaj vajzës, që ishte aty juriste, i them të lutem, shikoje, është emrin atje? Pilozypa. Normal që është, tha ajo. Shikoj, thash, nuk kam dokument, po në ma të numrin tënd mua ti, thash atë numrin tënd, që unë jam këtu në votime. Pra unë edhe pse se ekzistoj, kam 36 vjetë këtu, emrin për të votuar aty në kisha 36 vjetë. Me atë letër pastaj, që më dha ajo që isha i lirë aty, me atë pastaj mora pasaport. Urdhëro të kamerëqa. Është kjo një drejtësi. Këtu kemi një Sara këtu, po ma lexo. Po, ta lexoj një sekond sepse nga që janë të vogla më zë lexojnë. Legitimiteti i vendimarrjes, a ka të drejtë një qeveri që është në pushtet për një mandat të përkohshëm të marrë vendime të pakthyeshme që ndryshojnë fizionomin e një vendi për shekuj me radhë? E bukur kjo pyetja e Sarës. Shiko, këtu është kulmi, tek neve ndodhin gjëra të çuditshme. Dhe Rama kur erdhi në pushtet, ky Ram që është sot, këtë bëri. Tha, neve nuk e njohim atë që ka bërë Sali Berisha, që ka bërë këte dhe këte dhe këte, e ka bërë në mënyrë të përjetshme apo për 25 vjet, në një kohë që ai nuk e di nëse do jetë për 25 vjet në pushtet. Pra, ai vendimarrjen e tij e kishte bërë Saliu Fjalavien e kishte bërë për 25 vjet. Dhe ky erdhi dhe tha, neve nuk pranojmë vendimarrjen e tij për 25 vjet. Dhe sot bën të njëjtën gjë që ka bërë ai. I linte drejta të shësi toka, të blej toka për 100 vjet, për 200 vjet, për 500 vjet. Në një kohë që nuk e di se sa vjet do rroj për vete të tij nesër. Është për të çuditur. Do me thënë, ti si ministër që je sot, bën një kontrat me Kinën dhe ja jep Kinës të drejtën e shfrytëzimit të naftës për 100 vjet. Ndërsa Irani, që është një shtet i madh, bën një kontrat me Kinën dhe i thot, ke të drejtën vetëm për 20 vjet. Që janë të dy shtete që nuk ndërrohen qeverit si ndryshohen në kapitalizëm çdo 4 vjet. Se ajatollahët erdhën në pushtet në 80-ën dhe janë akoma në pushtet. Edhe kinezët ka ardhur tjetri ka 13 vjet në pushtet, edhe derisa të vdesin pushtet është, i që ka mendje. Dhe prap se prap, kontratat e tyre nuk i bëjnë me 50 vjeçar as me 100 vjeçar. Nuk e di. Neve shikojmë dhe irritohemi nga larg, Alma, sepse edhe pse jemi të ikur, neve nuk kemi interesa ekonomike. Unë dhe ti nuk kemi interesa ekonomike në Shqipëri. Ti ke një shtëpi të babait, unë kam një shtëpi që m'la babai. Nuk kupton? Edhe atë shtëpi, sot ti e shfrytëzon për gjatë kohës që ti vete për të takuar baban, dhe unë e shfrytëzoj një sa kisha gjallë prindit për të takuar me prindit, dhe sot më ka ngelur mua dhe unë e kam atë shtëpi dhe vete rri 10 ditë apo 15 ditë për të ndjerë, po flasim në mënyrë figurative dhe artistike, për të ndjerë aromën e vendit tim, po për të ndjerë edhe kujtimet e mia. Sepse kur vete unë në Laç, ku jam rritur, sado që njerëzit janë shpërndar, 5 shok të klasës time janë akoma aty.
se janë në vendas ata, nuk janë si puna ime që isha i vajtur në Laç. Po vetë edhe deri te kisha që kam vajtur që kur isha fëmijë e të tjera të tjera. Megjithatë, janë ngritur të tjerët që këtu dhe kanë vajt dhe po demonstrojnë atje. Po demonstrojnë për çfarë? Po i kërkojnë bukat Ramës? Jo. Ata Ramës po i thonë mos më shit trojet e mia. Po. Dhe unë nxjerr një konkluzion timin që tokat u shpërndan me vendimin e ligjit 7501 me atë ligj që doli, që tokën time ta dha ty, sepse ti jetonje në fshat në atë kohë Alma, mirë po ti e ke pa tapi. Dëgjon? Po. Unë si shtet kur të do ta marr ty. Ah. Më kupton tani, imagjino se ç'bëhet. Sepse ti nuk e ke tokën tënde, unë ta kam dhënë. Unë ta kam dhënë, unë ta marr. Pra toka duhet të jepte atij që e kishte, që e kishte bler. Dhe ai që kishte bler, jam unë, fjala vjen. Është gjyshi yt, është tjetri. Imagjino tani të bëj një krahasim të vogël me që po bisedojmë. Ti e ke përjardhur nga çamëria. Po. Dëgjoj. Greku u vrau dhe u preu, u largoi prej aty. Por baba jot ka vajtë i ka parë tokat. Tokat nuk ja ka marrë, nuk ja ka dhënë tjetër kujt. Janë aty djerë. Është kështu ose është kështu? Vetë baba jot ka thënë. Po. Ndërsa unë duke qenë te toka ime, ky po më merr jep kujt të doj. E imagjinon dot Piloj që domethënë të duash të shëticesh në atë det dhe dalë ti thotë jo, këtu s'ke punë, te kjo pjesa këtu ti nuk e punë, ktheu mbrapsh. Ore, këtë po themi pra. Po themi që vajti baba jot atje me vajzën tënde. Jo, okay. Dhe e pa të gremisur. Të gremisur, por nuk e kishte dhënë, nuk ja kishte hequr. Nuk ka ndërtuar njerëz, s'ka vend dorë. Kurse ky sot thot kështu. Unë ta kam dhënë tokën, tani ta heq ty e jap Pilos, ta heq Pilos, ja jap pati turkut që vjen, bullgarit, kinezit, arabit, nga dua unë ja jap. Edhe të bën dhe presion, dhe të kështu. Këta po e bëj për të mirën tënde. Ky është kulmi. Se çfarë të mirë shikojun aty unë habitem. Po pra. Shikoj që nga momenti Alma që ti shkatron kollën një vendi, gjithçka ka marrë fund. Samiu i madh ka thënë një fjalë të bukur. Fjalë të bukur, e ka thënë shumë, po. Se ka qenë filozofe, ka qenë shkrimtare, ka qenë historiane, ka qenë diçka. Ai thotë do të mbjellësh për një vit. Mbill ara me misër dhe me grur. Po. Do të mbjellësh për 100 vjet. Mbill kulturë. Do me thënë, eduko njerëzit. Ndërsa na jemi unë i madh, thot atë tjetra dhe. I madh mbetet i madh. Po të duam, thot, që të kemi një familje me kulturë dhe me bazë, shkollo nenat. Shkollo nenat. Bëhe nenat të kulturuar. Pse? Sepse nena ka kulturën e familjes. Ajo rrit fëmijë. Nuk që di, neve këto gjera i kemi të thena e nuk i vëmë në jetë. Po Pilo, nuk ju levertis. Shpjegohet kjo punë, për të habit. Sepse nuk ju levertis atyre pilot i vën jetë. Shko, unë kam mendime se duhet të leverdisi. Sepse një popull me kulturë, Pilo, dhe një popull me dje, Alma, shko, pash dje në internet, që një gazetë, revistë e madhe greke, kishte hedhur një fotografi të madhe, të qëndisur të kështu si që bëjnë tani në internet, dhe jepte Vorjo Ipir, thoshte. Do të thënë veriu.
ndoshta nuk e kishte për Vorjo Epirin që thot për Kene, po sepse Epiri thonë edhe janinës e atyre zonave të tjera. Edhe thoshte. Olimpia. Nëna Aleksandrit të Madh, monument. Pirua i Epirit. Monument. Si me thënë Teuta. Monument. Si ka mundësi Alma që neve flet ai, edhe thot ai, këta thot janë historia jonë e molosianëve. Molos që janë në Florë, Taranë, në Përmet. Më mirë Mërgjan, molosët jemi ne. Se ka mundësi që nuk kemi neve në Sarandë një bust të Piros Epirit? Se ka mundësi që neve në Shqipëri nuk kemi një bust të Aleksandrit të Madh? Sepse thamë, toka është historia. O Pilo Shisharake edhe fakti që rrugët tona kanë emrat e të huajve. Kulmi fare, pastaj lere, se pastaj do të them një histori tjetër për punën e kësaj. Shiko, një kryetar bashkie. Dhe unë duhet të lexoj diçka që më ka dërguar Shqiponja. Po, një kryetar bashkie i Partisë Demokratike, një Mziu, në Kams, të gjitha emrat e rrugëve i ka vënë Brigida Bardot. Të gjitha? Po, jo, emrat huaj. Emrat që se hyn për Shqipërisë. Që rrugicat një emër tash. Jo, shiko, që ti vësh emrin Brigida Bardot. Po pse s'vë Margarita Xhepa ti? Po pse nuk vë? Shiko, unë jam dakord që të vëm një emër që i ka shërbyer Shqipërisë. Kadri Roshi. Jo, Kadri Roshi joni, dakord, po ai them për të huaj. Ai ka vënë vetëm tërë emrat huaj. Po pse do t'i vë të huaj? Po dile me rrevesh pra, çfarë do të tregoj? Të vëra i emrin e rrugës atje, Lord Byronit, unë e pranoj. Se Lord Byroni thot, ata trimat me fustanerë, e tjera që dihet ai. S'ka nevojë ti themi më shumë. Ndërsa që të vëra i emrin e Brigida Bardot ose emrin e Gjida Lolo Brigida, të unë habitem. Vajta rastësisht dhe i pash. Po pinja kafe me dikë, po kë emër këtu? O, shiko, tha, nuk e diti dhe jo. Tani që do ikim tutje ne, tha, do t'i shikosh, tha. Edhe si që ishte rruga kryesore kështu, kishte rrugë me njërë nanë, rrugë nanën tjetër. Të gjithë emrat, Bushi, nga njëra anë, Brigida, nga ana tjetër. Do më thënë emra që s'kan lidhje me Shqipërinë fare. Neve mund të vëmë emër të një, si me thënë, të Bushit që erdhi në Shqipëri atëre, ose që bëri luftën dhe çliroi Kosovën. Do t'ja vëmë aty një emër. Të vëmë neve sa këngëtar ka Amerika, sa këngëtar ka Kanadaja, e sa futbollist ka Brazili. Ta çajtë. Po janë këta janë me probleme. Ore, nuk e them kotën, po e shkërmoqin, thash. Kjo duket si me dashje, për mendimin tim. Dhe neve që jemi jashtë, që kemi ikur në emigrim, mundohemi të ruajmë sa më shumë tradita, temrat, gjithçka të Shqipërisë, ndërkohë që në Shqipëri po e Shiko, unë mendoj që në ato fillim neve dhe u hapëm i qike dhe thamë që kjo që nga bota e vlirë. Por faktikisht sot jo se është bota e lirë e keqe, por sot po shikojmë shumë mirë që dhe bota e lirë nuk janë nga kaq e lirë. Sepse dhe kjo bota që u quajt ka e lirë, kërkoka të blej tokën time, të shfrytëzoj ujin tim, të shfrytëzoj kromin tim, edhe si do të shfrytëzoj? Ne në Shqipëri kishim një fabrik kromi. E prishëm fabrikën e kromit dhe tani e marrim kromin dhe e çojmë në Francë. Dhe e bën kromin francezi dhe neve një pjesë të kromuar ore, siç është kjo këtu që po të tregoj ty në dorë, që është e kromuar e bardhë, ta shet si flori. Neve kishim naftën, i prishi fabrikat,
sot e merr të tërë naftën, edhe të gjitha nën produktet e naftës ti shet ty më shtrenjtë se në gjithë Europën. Pse nuk vjen Rama të investojë në naftë dhe të bëjë një ashtu fabrikë për naftë? E kemi thënë, Greqia nuk ka naftë fare as i pikë. Merr naftë nga lindja e mesme, e përpunon dhe shpërndan për gjithë Ballkanin. Çfarë është? Pino, Shqiponja pret që ti të përgjigjesh pyetjes së saj. Kush? Shqiponja. Po s'ma lexove pyetjen e Shqiponjës. Po të më japësh leje ti mua, më japësh hapësirën ta lexoj. Ju përshëndes, thot. Politika nuk më ka pëlqyer asnjëherë, sepse i drejti dhe populli nuk fiton kurrë. Demokracia është sistemi më i keq në një shoqëri të pashkolluar dhe primitive. Pyetja më e rëndësishme është se ç'mbartin revolucionet. Kjo është liria ose më mirë dëshira për liri. Liria është një përbindësh që nuk ngopet me gjakun e martirëve të shtypur dhe shtypësve të martirizuar dhe për të mbijetuar kohëve. Ajo vazhdimisht ka nevojë të ushqehet me gjakun e tyre. Një kom të cilit i dhurohet liria dhe nuk derdh gjakun e martirëve të vet, është një kom që nuk ka kurrë liri dhe ç'është më e keqja, nuk di ta vlerësoj atë dhe në konkluzion nuk di ta shijoj atë. Një kom i cili nuk lind martir të tillë është një kom që nuk mund të ushqejë lirinë e tij dhe rrjedhimisht nuk e meriton lirinë. Nëse një kom mendohet që ndonjëherë i adhuron lirinë, atëherë ai është sklavëruar përsëri. Liria kjo ëndër e ngrohtë që aq shumë e dëshirojmë, por që aq pak e njohim në këtë gadishull të civilizimit primordial. Në emër të popullit thuhet e bëhet gjithçka. Ne këtë nuk kuptojmë. Hiqet një palaço, vihet përsëri një i tillë. 1997, nëse do t'i kujtohet popullit, duhet të mos krijoj një në 2026. Alma, në të gjitha kohrat ka pasur martir, edhe sot ka martir. Por martirët e sotëm në demokraci, shteti, nuk po them shteti, po ata që drejtojnë shtetin, sepse tham, shteti është dhunë. Para 12-13 vjetësh u vranë njerëzit në bulevard. Ata njerëzit që u vranë në bulevard ishin emigrantë që kishin ardhur nga Greqia. Përse kishin ardhur? Se kërkonin lirinë. Atëherë, Alma, ishin ata martirë të demokracisë? Ishin ata, sepse ata për atë punë erdhën. Po. Cilit prej tyre i bën një bust ose po i përmendin emrin dhe sot? Unë nuk shikoj që të ndodhi një gjë tillë. Pra, këta edhe herojt e ditëve tona, se unë i quaj heronj ata për veten time. Herojt e ditëve tona, këta i përdorin sipas interesave të tyre. Do me thënë, pse o pilo, herojt që kanë shpallur dhe sa janë vrarë në luftra, ç'kujton ti? Veti kanë vrarë, veti kanë qarë. Shiko, ka një gjë tjetër. Këta i shfrytëzojnë sot për interesat e tyre. Ky Rama, para 13 vjetësh, 15 vjetësh që u vranë ata në demonstrat, fitoi pushtetin e tij në emër të tyre. Edhe sot thot, s'kam frikë nga gjakun, dhe që unë e kam parë gjakun të kam të mia. E ke parë ti gjakun të kam të tua. E ke parë në lëkurën e të tjerëve. Bravo, nuk e ke parë ti që të vritet djali yt. Po, edhe të kesh hëngër plumbin të rrjedh nga trupi yt. Bravo. Ata e ka parë, i ka rrjedhur gjakun nga trupi, se në kohën e Saliut. Në kohën e Saliut e bën ata që nuk ngrihet dot në këmbë, morën me barrel në spital. Po, edhe nuk Jo, shiko. Dhe nuk zuri më. Po s'ka, shiko, politikanët. Jo, mend zë një njeri që ka mend thuaj, një që s'ka mend s'ka ç'së. Se desha të po do ta thosha në formë tjetër. Nuk kanë ta. Shiko këtu. Në politikë Alma
luhet para e madhe. Nuk është vetëm pushteti. Pushteti është si vlerë e paras. Edhe duke zënur pushtetin, fiton para. Pra, dashje pa dashje është një luftë e madhe klanash, një lloj si punë e drogës. Ore, Pilo, të bën përshtypje, të bën përshtypje një gjë. Njerëzit futen në politikë se thonë do fitojnë para, nuk thonë që ne do rregullojmë Shqipërinë, futen për të rregulluar Shqipërinë. Çfarë është kjo punë kështu? Po kush pyet për Shqipërinë, po nuk bëhet fjalë vetëm për Shqipërinë këtu. Këtu bëhet fjalë për të gjithë. Politika, prandaj dhe i thon politika është kur. Ore, do futem në politikë, të zë një vend në parlament dhe kapele mbi sy, thotë ai. Edhe ai që nuk thot do futem në parlament, po dhe ai që futet në politikë bëhet drejtor diku dhe prapë është në rregull. Pra. Bëhet fjalë vetëm për antarët e parlamentit. Kapele mbi sy, thotë. Shiko, kjo tronditje që po vjen tani për rrëzimin e Ramës, nuk është vetëm rrëzimi i Ramës. Është rrëzim një kaste të tërë. Po. A e diti Alma të jap ca shifra që ti dish? Vetëm administrata në Tiranë, domethënë për rrethin e Tiranës, si më thënë, për kryeqytetin, administrata që paguhet me parat e popullit, edhe të tuat, se e paguan baba jyt aty, edhe unë, do thuash ti që paguajnë aty, 0,1% të shtëpisë që kam aty. E paguash aty. Të energjisë elektrike, e kam të mbyllur, paguaj gjithë vitin 20.000 lekë, por në ato 20.000 lekë, shteti merr 15% e vet. Çdo gjë, pavarësisht se flasim kështu. Domethënë këta nuk duan të dinë. Më kujtohet një i ftuar që kishim këtu në studio para ca kohë që tha, dhe ne pensionistëve tha na marrin taksa edhe mbi një kafe tha që pinë. Po qartë. Pra, në Tiranë për shembull, janë 12.000 veta që marrin rrogën nga shteti, nga ato që mblidhen, nga paraja e shtetit, nga paraja e popullit. 12.000 veta. 12.000 veta, Alma, është e parapartë me, nuk besoj që edhe Londra ka 12.000 veta në administratë. Sepse i ka gjërat më të organizuara dhe nuk besoj që ka 12.000 veta. Që vinë vërdallën për Tiranë edhe marrin rrogën. Dhe të gjithë ata që kanë zënë nga të gjithë këto vende, janë të gjithë grupa ata kundër të gjithë pjesës tjetër. Nuk do kurrë ai që të marrë shtyp pushtet. Sepse di dhe vetë ai që po e mori Alma pushtetin, Alma pastaj ka Pilon, ka këte, ka atë, dhe të gjithë të tjerë do bie dhe do vinë të tjerë. Unë kam një ngjarje time personale. Para shumë vitesh, kur ishte Saliu në pushtet, një shok tonin e hoqi nga puna. Ishte mësues. E takoj unë dhe i them, po ti e them, pa punë, tha. Pa punë ti, thash unë me 30 vjet arsimtari, thash. Por as ka punë 30 vjet, tha, erdhi ky moqi mua, tha. E di. Sa erdhi Rama në pushtet? Ashtu e bën me baban tim. Ai filloi direkt në arsim. Pra, edhe kjo luftë që bëhet, edhe ndërmjet tyre klaneve, shiko, dua që t'i quaj pa hile, domethënë jo se po them në gjë të keqe, edhe partitë që kërkojnë pushtetin janë klane drogaxhinj që luftojnë njëri tjetrin si puna atyre që bëjnë llogaritë e drogës. Vrasin njëri tjetrin, injorojnë njëri tjetrin, po ti shikosh në parlament kur i flasin njëri tjetrit, Alma, ky s'le fjalë pa i thënë atij dhe sa qetë rri ai tjetri aty. Ai rri qetë se e di që fjalë kot janë këto që thot ky dhe ato që i ka thenur ky, pas 3-4 ditësh, 5 ditësh do t'i kthehet t'ia thot ky. Janë thjesht fjalë për të dëgjuar opinionin. Shiko, kryetari i grupit parlamentar. Piro, e di si Muhameti duhet të kesh talent edhe për këto gjëra, sepse ti dhe unë nuk ecim, nuk kam dot buk. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Balla, foli dje. Dhe tha,
Unë tha, imagjino se nuk ka, shiko, se nuk ka dhe kulturën e duhur. Unë tha, jam çobani i deleve të Partisë Socialiste për deputetët e tij. Se është kryetari i parlamentit të deputetëve socialistë. Unë tha jam çobani i këtyre. Domethënë kjo kopera që është këtu të më dëgjoj mua, nuk ke që diskuton me. Po qënte kopes kush ishin? Qeni kopes është ai i madhi. Se tha ai pallosh, tha njëri dje në një intervistë. Të lutem shumë, i tha ai, ruaj etikën, tha. Domethënë mos thuaj, më fali, tha ai, këtë fjalë nuk e kam thënë unë, tha. Këtë fjalë tha e ka thënë kryetarja e qeverisë, tha. Për Ramën që është pallosh, tha. Domethënë kjo është kultura e shtetit shqiptar, sepse ata janë kokat i bien. Prandaj po themi, kjo është një luftë, Alma, që jo se po e zgjidhim ne, neve japim mendimet tona, japim mendimet e shqiponjës. Kemi këtu një zonjë që ka shkruar, po tim duket Altina Bekotaraj, që kemi pasur të ftuar. Përshëndetje të nderuar Pilo dhe Alma për këtë temë që keni sjellë në këtë emision, një temë kaq prezente këtë periudhë, kaq delikate, është e pafalshme. Edhe neve i themi faleminderit. Neve themi që janë dëgjim, po. Ne, Alma, kemi një të mirë, them unë. Nuk jemi në asnjë klan e para punës. Dhe prandaj dhe emrin ja kemi vënë kritika. Shiko Pilo, dëgjoj, të ishim në klan do na mbani me para, kështu që shiko, mund të na mbanin, po mund të na heqin edhe qafe. Edhe kjo mund të ndodhte. Se neve nuk dim të... Qartë, jo, por ne, shiko këtu, neve flasim atë që dim dhe atë që ne mendojmë. Po? Nuk kemi të lidhur nga klanet që, shiko, kuj do t'i bia unë tani. Edhe shiko, Pilo, dëgjoj, të kishim një punë në Shqipëri, do na kishin hequr edhe nga puna. Edhe ti po të ishe në Shqipëri, nuk do të dil një dot kaq hapur sa po del sot, me gjithë pirën bashkë. Sepse edhe në këtë demonstratat që po bëhen, Rama po kërkon, po dhe ata që janë bashkë me Ramën, po kërkojnë. Këto janë turma, thotë Rama. Neve duam kokën. Pse po e kërkon kokën Rama? Unë tha pardje, nuk mund t'ja dorëzoj pushtetin turmës. E kupton? Domethënë të dalin ata, krerët, të dali koka, o ta paguajnë, o ta vrasin. Edhe kur të dali koka, ose e kompromentojnë, ose e heqin qafë. Domethënë, edhe këtu kanë gjetur Belan, se thonë, nuk i gjendet se. Kush janë, pse e bëjnë? Po ku ka vënd për pyetje pse e bëjnë, o Pilo? Ku ka vënd këtu për pyetje pse e bëjnë? Pse e bëjnë? Shiko, ti nuk po rrit ekonominë e Shqipërisë me këtë që po bën. Nuk dua ta besoj këtë që them, po do ta them prapse prap. Shiko këtu. E di si është puna e këtyre politikanëve, edhe Edi Ramës edhe këtyre të tjerëve. Këta, Alma, flen me ëndra të mëdha, për veten e tyre, flen me ëndra. Dhe zgjohen. Duke i parë këto ëndra shumë herë, të këtyre që bëjnë, të gjërave që bëjnë. I realizojnë në trurin e tyre. I quajnë sikur po e zhvillojnë këtë vend. Besojnë tek vetja. E kanë si, domethënë e kanë si të besueshme, si më thënë. Nuk e kanë si ndërrim, si budalla këtu. Rastësisht pash, domethënë një intervistë ishte dhënë Edi Rama që ajo i thoshte, "Ore, ja ku e ke dokumentin, e ke firmosur?" Jo, thoshte ai, "Kjo nuk është kështu, kjo është ashtu." Shiko, më pëlqeu një gazetare që është tek klani. Ky po mundoi t'i shpjegonte gazetares që kjo që po bëjmë ne do hapi 10.000 vende pune, pra domethënë imagjino çfarë zhvillimi do t'i sjellim Shqipërisë. Më thonë po mendoj për Shqipërinë. Mirë, pa ajo vajzë shko sa e mençur. Ora i tha. Mos u shty shumë ande tutje nga Shqipëria, i tha ajo. Shiko, tha, jepi ujë 24 orë Tiranës, ta Tirana është pa ujë.
hoqi nga punat e nesër. Më duket se flasin për të njëjtën intervistë. Për të njëjtën gjë. Për të njëjtën. Vajzë burnesh. Ke kaq vite, i tha. Ke kaq vite, tha, që i ke marrë pushtetin, po kush po e di të vërtetën Pilo, sepse më pas dëgjoj një tjetër video që thoshte, domethënë bëjnë kompromisa, kishin rënë dakord, domethënë. Hajde merri vesh o Pilo, nuk e di, janë aq të thella këto. Ne Alma në Shqipëri o Pilo janë aq shumë të ngatarruar sa në një emision mirë populli shkret çfarë heq, mirë pensionistët, mirë të rinjt, që nuk i lë as të largohen dhe as të zhvillohen atje ku janë. Neve në një emision nuk i plotsojmë dot të gjitha, Alma, po në çdo emision neve japim një shkëndi, si më thënë, me atë mendimin tonë. Dhe unë mendoj që neve sot i tham 5 fjalë ashtu si që ndjejmë dhe ashtu si që kuptojmë të drejtën e këtyre fjalëve që neve themi. Unë e di. Dhe unë mendoj që nuk jemi vetëm ne që mendojmë dhe e kuptojmë në këtë mënyrë këtë që ndodh. Sepse ishte e rrethuar në Kakometi që të Sarandës, gjiri i Sarandës, domethënë, 22 vjet. Dhe nuk linin njeri që të vinte të lahej atje poshtë, ose do pagonje te porta kur të shkonje poshtë. Si ka mundësi me që ndodhi kjo gjë aty te porta, ku ai kishte vënë një shtëpi te porta, kishte vënë jo gardh, për derë te porta, vetëm sa spriste bileta po i merrte lekët në dorë. Si ka mundësi që populli atje rreth e rrotull u mblodhën të gjithë bashkë dhe e morën shtëpinë e hodhën në gremin dhe nuk vajti njëri ta ankohi sepse e hodhën në gremin të shtëpi. Pra ky është ai revolucioni që flasim. Sepse pra ai kishte mbajtur me dhunë sepse e kishte mbajtur Rama atje. Mirë po kaloi populli durimin e vet. Rama u ritoni sa s'ka çfarë. Ai u tërhoq dhe iku. Le të ikë shtëpia, tha unë, ka thënë ai me veten e vet. Unë parat i kam marrë, e kam shfrytzuar për 22 vjet atë fat. Ikën tjetër kundaj tani. Mamma mia. Kulmi. Po mendosh? Pilo, dhe për ta përmbledhur filozofikisht këtë debat, çfarë do thuash? Unë, Alma, di të them mendimin tim dhe mendimi im është ky. Që të duash popullin tënd, që të duash kombin tënd, që të duash tokën ku ke lindur, do të thotë të sakrifikosh për te, jo ta shesësh. Po. Do më dhenë, në qoftë se unë kam 3 ara të mjet, që s'kam po fjala vjet, 3 ara të mjet, kudo që t'jen, po ta dua veten, fëmijët e mi, por edhe kombin tim. Unë do vete të bëj atë një vreshta vërtet do më shërbej mua ai rrush që marr. Po verën do ta pish ti, do ta pi baba jot, do ta pi tjetri. Po. Mirë, po tek ne çfarë do? Dhe jo vetëm kaq, Pilo, pa jo vresht, do ikësh ti, do ta gëzojnë fëmijët e tu. Po tjetër, është ajo historia dhe trashëgimia, por unë po them këtë tjetrën, që me këtë verën që unë shes, duhet të merresh ti si shtet, të më krijosh ti mua kushtet. Po qa thua në jetë të jetëve, ore Pilo, më vjen kej se mësoj në mendje ca gjëra të shëmtuara, që shteti, fshatarët e shkret japin prodhimet e tyre, speca, domate, gjitha, dhe këta i sjellin nga jashtetit, ore, ja u lën të kalbe. Po ishte ajo që të thash, domethënë kjo ishte ajo ideja, kjo që po thua ti. Domethënë, apo vajin e ullive, apo mielin, se kam dëgjuar gjatë gjithë kësaj kohe dhe kam ngritur supet gjithë kohës, ç'a bëhet? Këto janë ato. Si përfundim, kërkon shqiptari shkret të jetoj aty, të mbijetoj, të jetoj normalisht, të nxjerrë kafshatën e bukës dhe ti e dëmton në vend që ta ndihmosh. Si përfundim, sjell vajin nga jashtë në lëvajin e vendit në dyert e fshatarëve, pa ja shitur. Si përfundim neve e dim që nuk rregullojmë dot neve gjendjen në Shqipëri.
por neve shprehim atë që neve ndjejmë, atë që neve shikojmë, atë që ne paraspeshojmë me vendin ku jetojmë. Unë them këtë, drejtësinë, flas për drejtësinë, jo për drejtësinë e gjykatave, për drejtësinë e thjeshtë. Unë dua që të jetë siç është në Londër. Sepse nuk është një zor i madh për të qenë e tillë. Sepse marrëdhëniet mes njerëzve, qoftë anë ekonomike, qoftë anë politike, në anë arsimore, në anën historike, janë të përcaktuara me ligje. Me po këtu ligjet gjithandej shkelen dhe as kërkush, as një njeri nuk merr dënimin e merituar. Vetëm të gjithë mundohen të përfitojnë. Ti vetët e mjeku të shikon në sy, ke gjë apo s'ke gjë. Vetët të marrësh një certifikat diku në një zyrë, nuk flas për certifikata lindjesh e gjërash. Certifikat, një dokument. Pa bën të vështirë marrjen. Që është një detyrë e ti ta bëj, s'është e jotja. Ti vetë e kërkon ai ta bëj. Po. Të vesh ti të kërkosh diçka në Londër, një dokument, edhe të thot hajde nesër, hajde pas nesër. Por nuk ka shans në botë jallë, ne këtu jemi. Kemi 15 vjet këtu. Po kështu kemi qenë dhe në Gjermani, po kështu kemi qenë dhe për vende të tjera. Në Itali, në Greqi. Jo. Ka Allah nuk bëhet fjalë për gjëra të tilla. Ai thot, shko thot te Air Albania. Air Albania ka 6 muaj që s'punon fare. Sepse miliona dollar që e pagoi shteti sateliti që të bënte këtë punë, sateliti është djehur. U dojsh një qiell. Po tani u dojsh gjeri, po kemi tjetrin, thot ai, kemi satelitin 2, Air Albania 2. Në rregull, po ne nuk po dëgjojmë që të digjet ndonjë satelit tjetër në botë, vetëm joni u djeg ka. Pra edhe në këtë drejtim ta vënë me ne. Në të gjitha fushat. Pilo. Mendoj se kemi arritur në fundin e emisionit. Normal. Miq të dashur, Shqipëria është më shumë se një hartë. Më shumë se një treg. Më shumë se disa kontrata. Ajo është kujtesa e brezave, gjuha jonë, varret e të parve, fëmijët tanë dhe shprehja e atyre që duan të jetojnë këtu. Në Shqipëri, pra, se ne jemi jashtë. Zhvillimi është i domosdoshëm. Investimet janë të nevojshme, por zhvillimi humbet kuptimin e tij nëse qytetari fillon të ndihet i huaj në vendin e vet. Sepse një komb nuk humbet vetëm kur i marrin tokën. Ai fillon të humbas kur i zbet ndjesia e përkatësisë. Dhe ndoshta, pyetja që duhet të na shoqërojë sonte është kjo. Çfarë Shqipërie duam të lënë fëmijëve tanë? Një adet të përbashkët apo një hartë të ndarë në ishu interesash private? Mirupafshim në emisionin e ardhshëm të kritikave në 60 minuta. Faleminderit që ishit me ne dhe natën e mirë dhe mirupafshim. Natën e mirë.